Dhomat e specializuara të Kosovës në Haag kanë hyrë për të hënë në fazën përmbyllëse të procesit më të madh gjyqësor që lidhet me luftën në Kosovë. Në bankën e të akuzuarve ndodhet ish presidenti Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, të cilët po përballen me një sër akuzash të ngritura nga zyra e prokurorit të specializuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjatë paraqitjes përfundimtare, prokuroria e çështjes theksoi se përgjegjësia penale nuk lidhet me shtabin e përgjithshëm të UÇK-s si strukturë, por me veprimet individuale të katër të akuzuarve. Sipas saj, prokuroria kërkoi një vendim dënimi për të gjitha pikat e akuzës dhe një masë të vetme për 45 vitesh burg për secilin, duke argumentuar se krimet e pretenduara janë të rënda dhe nuk humbasin peshën në kalimin e kohës. Sipas akuzës, rreth 100 persona dyshohet se janë vrarë dhe qindra të tjerë janë keqtrajtuar apo abuzuar në 10 kampe lagimi të ngritura gjatë luftës. Prokuroria pretendon se viktimat përfshin persona të konsideruar kundërshtar politik, bashkëpunëtor të forcave serbe, si dhe pjesëtar të komuniteteve rome serbe apo mbështetës të partive rivale. Nga ana tjetër, të Bandeuri dhe ekipet e tyre mbrojtëse i kanë hedhur poshtë kategorikisht këto pretendime, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë të centralizuar komanduese dhe se përgjegjësitë individuale nuk mund të ngarkohen mbi ta. Ata i kanë cilësuar akuzat si të pabazuara dhe politikisht të motivuara. 4 ish drejtuesi të UÇK-s ndodhen në paraburgim në Haag që prej nëntorit të vitit 2020, ndërsa gjykimi ndaj tyre nisi në prill të vitit 2023. Faza përfundimtare e procesit pritet të përcaktojë drejtimin e vendimit në një çështje që mbetet ndër më të ndjeshmet për opinionin publik në Kosovë dhe më gjërë.